nëse fiton një mandat në 4 dhe nëse Shqipëria nuk futet në Europë deri në 2029, kur juve ju mbaron mandati 4, do të kërkoni një mandat të 5 dhe një buzëqeshje e gajasur. Dritan, unë nuk jam këtu për të bërë shaka, unë bëj, patjetër bëj humor, edhe humori im bezdis shumë ata që janë kundërshtarë të mit ose kundërshtarë të anët, më vjen keq, s'ka problem për mua, po nuk bëj dot ndryshe sepse unë nuk shaj, nuk ngre e ul njerëzit o kriminal, o hajdut, o maskara, o mafioz, o qembirqeni. Këto janë forma barbare e komunikimi. Më pëlqen të përdor satirën. Para ca ditësh është postuar në të faqe një epizod i një krijimi të 2 trimëve që ma kanë dërguar me dëshirë një ta postoj, një teatër kukullash i lezetshëm, sipas meje, një mënyrë për të dhënë një mesazh, kuptim plot. Dhe është sulmuar faqja nga një tufë e madhe kandidatësh të një subjekti politik të ri, nga këta të rinjt. Por e vetmja gjë që mund kuptoj nga ai sulm i organizuar i deputetëve të subjektit të ri politik është vjetërsia e mendjes tyre. Kush nuk është në gjendje të përballojë as humorin, as satirën, nuk duhet merret në politikë.